Sot inshallah vllazni do të vazhdojmë me një prej veprave madhore, të cilat na bojnë apo e bojnë besimtarin që me konë në xhenet me pejgamber të Allahut azza wa jall. Jo vetëm me pejgamberin alayhis salam, po me pejgamber të Allahut azza wa jall. Transmeton në hadithin e Ahmedit me sanad të vërtetë, ku thotë se një ditë erdhi një person tek pejgamberi alayhis salam e i tha o i dërguari i Allahut, unë e kam thonë shahadetin, e kum dëshmu se nuk ka zot tjetër që meriton adhurim përveç Allahut azza wa jall, dhe se ti je i dërguar i Allahut. Pastaj i fali 5 kohë të namazit, e agjeroi Ramazanin edhe e dho zakatin. Pejgamberi alayhis salam ju kthye atin edhe sahabëve duke i thënë ai i cili vdes duke i zbatu qëto, duke i praktiku këto, thot ka thonë pejgamberi alayhis salam, ka me konë xhenet me pejgambert e Allahut, ka me konë xhenet me të devotshmit, me të sinqertit, edhe me dëshmort. Përderisa ai i nënshtrohet prindërve. Kjo është kushti. Shpeshherë i shohim vllaznitë të cilët falin namaz, agjerojnë, nuk i respektojnë prind, nuk flasin me prind, nuk i intereson puna e prindve të tyre. Kjo është një prej gjunave të mëdha vllazni. Mos respektimi i prindve, mos nënshtrimi ndaj prindve është prej mëkateve shumë të mëdha. Allah subhanahu wa taala në shumë ajete e ka përmend krahas adhurimit tina nënshtrimin ndaj prindve. Ku thot Allah subhanahu wa taala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allahu azza wa jall ka urdhëruar që mos më adhuru tjetër kam përveç se Allahut azza wa jall. Edhe më nënshtru prindve, edhe mos sjell mirë me prind. Në shumë ajete Allah subhanahu wa taala ka thonë wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a. Adhurojeni Allahun azza wa jall, mos i bëni shok, edhe sjellni mirë me prind e juve. Sjellja e mirë me prind apo nënshtrimi ndaj prindve është shkak që me konë me pejgambert e Allahut azza wa jall ditën e gjykimit edhe në xhenet e Allahut azza wa jall. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu thot një ditë e pyeta pejgamberin alayhis salam, cila vepër është më e mirë edhe më e dashur tek Allahu azza wa jall? I tha pejgamberi alayhis salam, as-salatu fi waqtiha. Namazin kohën e vet. Me fal namazin kohën e vet është për vepra më të dashura dhe më të mira tek Allahu azza wa jall. Tha pastaj e pyeta e pastaj pasojna cilla? Ka thonë birrul walidain. Nënshtrimi ndaj prindërve, respektimi i prindërve. Transmetimin tjetër të Ebu Dardas, do të ka ardhur një person te pejgamberi alayhis salam për me pyet një gjë për prindërit e vet. Ka thonë el walidu awsatu abwabul janna. Prindërit janë awsat abwabul janna, dyert e mesme të xhenetit. E thot Qadi Iyad, thot dyert e mesme të xhenetit, do të thonë janë dyert më të mira, më të dashura tek Allahu azza wa jall që ti çel edhe ti hap dyert e xhenetit. Respektimi i prindërve. Për këtë Allahu azza wa jall thot wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a. Adhuroni Allahun, mos i bëni shok atina, edhe silloni mirë, respektoni prindërit. Pejgamberi alayhis salam atë shumë i ka kushtuar rëndësi respektimit të prindve, so që i ka porosit sahabët, e na ka porosit edhe neve. E një ditë i thot sahabëve, a doni më ju tregu për gjunahet më të mëdha? A doni më ju tregu për gjunahet më të mëdha? A doni më ju tregu për gjunahet më të mëdha? 3 herë ka përsërit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj i tha el ishraku billah, mi bo shok Allahut azza wa jall. Wa uququl walidain, mos respektimi i prindërve. Wa kana muttakian, ka qenë i mbështetur edhe është ndreq. Edhe ka thonë ala wa qawlu zur, edhe shpifjet, dëshmit e rrejshme janë për gjunahet maja. Të 3 gjunahe mas shirkut Allahut azza wa jall e ka përmend mos respektimin e prindërve, edhe ata të cilët shpifin për njerëzit e tjerë
apo shkojnë në për gjykata edhe dhojnë dëshmi të rajshme. Është një interesant një hadith i Hanit, një prej shërptorëve të Aliut radhiyallahu anhu. Ka pyet Aliu radhiyallahu anhu se çka po folin njerëz. Kom një disa fjalë për mua që po fol. Ka thonë Hani, po thojnë se Aliu radhiyallahu anhu ka disa hadithe të pejgamberit alayhis salam që nuk i din kërkush, i din veç Aliu. I kam shef Aliu për vetveten. Edhe i thot, bërma këtë shpat, edhe nxerr për shpatës vet. Nxerr një letër apo një sen ku i ka shkruajt disa fjalë pejgamberit alayhis salam. E një prej haditheve të pejgamberit alayhis salam. E i thot Ali radhiyallahu anhu, shërptorit vet, thot këtë e kam dëgju pe pejgamberit alayhis salam. Allahu e ka mallku atë person i cili therr kurban. Kurban jo veç dele e desh apo lop. Kurban është çdo sen çka ti sakrifikon për hir të Allahut azza wa jall. Edhe një pul me prej është kurban. Është sakrificë për hir të Allahut azza wa jall. Ai i cili therr kurban jo në emër të Allahut, po në emër tjetër kujna, Allahu azza wa jall e ka mallku. Është i mallkum ai person i cili përren therr kurban për hir tjetër kujna, jo për hir të Allahut azza wa jall. Pastaj thot, edhe Allahu e ka mallku ai i cili nuk i respekton, nuk i ndëgjon, nuk ju nënshtrohet prindërve. Edhe treta thot, edhe e ka mallku Allahu azza wa jall ai i cili i lun mexhat. Është i mallkum te Allahu azza wa jall ai i cili e lun mexhën. E ka mexhën edhe hajtë se është e shtetit kjo të luj pak. Hajtë se është e këtina të luj gurin. Është i mallkum te Allahu azza wa jall. Këto e ka rujt Ali radhiyallahu anhu pe pejgamberit alayhis salam. Janë të mallkum te Allahu azza wa jall ai i cili nuk i nënshtrohet prindërve. E një kërcënimi më i madh në dynjë, cilën ka thonë pejgamberi alayhis salam, se shpesh herë na i shtyna pendimin, hajtë se ka vakt mu pendu e mu përmirësu. Dhe në ditën e gjykimit Allah është falës. Po ky hadith të bjen ty mu ungje dhe mu kujtu mirë. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo gjuna, çdo mëkat që e bën njeriu, Allahu azza wa jall ka mundësi mi ashty dënimin atij në deri në ditën e gjykimit. Ka mundësi se dënon në dynjë. E dënon në ahiret. Përveç se mos nënshtrimit, mos respektimit prindërve. Këtë gjuna Allahu azza wa jall e dënon njerin në dynjë para ahiretit. E dënon në dynjë para ahiretit. E këto vallahi shpesh herë e kena pa. Një për rregullave në Islam është kema të dinu të dan, ashtu që shtja bën dikujna kome të aboty. Nëse ti nuk i ke respektu prind, mos pret pe i fëmijëve tu me të respektu ty. Nëse ti nuk i nënshtru prindërve, mos pret prej fëmijëve tu më të nënshtru ty. Të kthehet në dynjë, dënimi të kthehet në dynjë para ahiret. Kjo është një hadith i pejgamberit alayhis salam, që shtën më ungje dhe me shti lapsin, me janis me shkrujt gabimet që ka i bënte. Gjynohet që ka i bënte. Ndaj prindëve tu, sepse vallahi ka më të këthyn dynjë para ahiretit. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam, thalathatun la yanzuru Allahu ilayhi yawm al-qiyam. Tre lloj njerëzish Allahu azza nuk i shikon ditën e gjykimit. I pari prej tyre është ai i cili nuk i respekton prindërit. Wa mudamminul khamr, ai i cili vazhdon pirjen e alkoolit. Vazhdimisht pin alkool, edhe nuk e lën, nuk pendohet. Wal mannanu ata'ahu, edhe ai i cili i ndihmon tjerëve dhe gjithë ja u përmend. Unë të kum qit dritë ty. Unë të kum bë burr ty, unë të kum bë kështu. Çdo sen çka e bën, ja përmend tjetrit. Ta tre lloj njerëz Allahu xhen nuk i shikon ditën e gjykimit.
Pastaj thot pejgamberi sallallahu edhe 3 lloj njerëzish nuk kanë me hi në xhenet. Nuk kanë me hi në xhenet pa u denu, jo që janë përgjithmonë të. E para thot pejgamberi sallallahu ai i cili i hen hak prindërve, nuk i nështrohet prindërve. O dejuth, edhe dejuzi që i ka thonë këtë në herë, është ai i cilit nuk i intereson familje vetë çka po bujnë. A shkojnë bujnë zina, a shkojnë bujnë këqija, nuk i intereson. Edhe i treti, lloji thot pejgamberi sallallahu war rajala. Ato gra që mundohen mi përgjasu burra. Ato gra që mundohen mu bu si burra. Pasni respektimi, ndëgjimi, nështrimi ndaj prindërve. Ka shpërblim të madh në dynjë. Ashtu qysh e tham që ka edhe dënim të madh në dynjë para ahiretit. Po edhe shpërblim ka të madh ai i cili nështrohet prindërve në dynjë para ahiretit. Thot pejgamberi sallallahu ai i cili ka qef që Allahu azza wa jall mi ashtu rizkun atina, mi ashtu pasunin atina, mi ashtu bereqetin atina, let i respektoj, let i ndëgjoj, let i nështrohet prindërve. Në dynjë, shpesh herë vijnë njerëz dhe thojnë vallahi s'po kem bereqet të shtëpi. Shokshira për respekton prind. Ka një person të pejgamberit sa më ka thonë i drumi Allahut ku bëni gjuna të madh. A ka pendim për mu? Ka thonë a e ki nanën gjallë. Shka respekto, ndëgjoje edhe rrit e kom të nanës. Shkak mi t'i fol gjinohet, Allahu azza jall. Në dynjë e në ahiret është respektimi i prindërve. Shka te nana jote, ka thonë s'kam nanë. Ka thonë a ki teze, ka thonë po, ka thonë shka te tezja se tezja është në vend nanës. Për më vllazni, qatë që vlerë kanë prind, so që e sidomos nana, so që edhe tezja e nxen vendin e nanës, edhe ka shpërblimin e respektimit nanës ai cilit i ka vdek nana. Shpërblim dynja, ai i cili dën që Allahu azza jall mi ashtu rizkun, mi ashtu furnizimin, mi ashtu pranimin e duave në dynja që ka i bënaj. Nëse do mu të pranu duat, respektoj prind. Omer Allahu transmeton hadithin Usejr ibn Jabir radhiyallahu anhu thot se Omer Allahu gjithmonë e pritke që vinë palët për në haxh prej Yemenit. Edhe pritke për Uwais ibn Amir. Uwais ibn Amir për cilën ka fol pejgamberi alayhis salam. Ka fol pejgamberi alayhis salam për të. Inspirim për Allahut. Për një person që nuk u taku me sahabët. Ka thonë pejgamberi sallam, vjen një person për Yemenit, Uwais ibn Amir, nëse e takoni ato, kërkoni prej tina me lutë Allahun azza wa jall, sepse lutja e tina nuk kthehet mrapsht. Pse nuk kthehet mrapsht? Pi Allahut azza wa jall. Allahu çdo lutje, çdo dua ja pranon atina. Thot për shkak se e ka një nan. E ka një nan që ajo është miftjaq për të. E ai e respekton, e ndëgjon, i nënshtrohet asajna. Por ata Allahu azza wa jall ja pranon çdo lutje që ai ka. Edhe një herë kur vin haxhilert, pyet gjithmonë Omer Allahu pe Yemenit. E ka tregu pe Jason pikojt është. E ka tregu që ka pas një shenjë trup e ka lut Allahun edhe ka shëru. Pi qasaj smundjes që e ka pas. Edhe kur thojnë se po në finën veni është, shkon edhe gjon ai tu i shërby tjerëve. Thot a jeti Uwais ibn Amir, thot po. Thot a e ki një nan, thot po. A e ki pas një shenjë trup, e ki lut Allahun me ta shëru edhe i shëru, ka thonë po. Ka thonë pash Allah i lutë Allahun me mështin xhenet edhe me më fal gjuna. Ka thonë, Omer, kush je ti? Omeri, një prej të përgëzuarve me xhenet. Ka thonë, e kam dëgju pejgamberin sallam që ka thonë për ty se çdo dua që ka e bën ti nuk kthehet mrapsht te Allahu azza wa jall. Këto përveç namazit që e tham në fillim, ai i cili fal 5 kohë namazit, thotë shahadetin e fal 5 kohë namazit. Agjeron Ramazanin. Edhe jep zakatin nëse i ka mundësi për me dhënë zakatin.
e ka të garantuar me xhenetin me pejgambert e Allahut azza xal. Me kusht me u nënshtru prindërve, me respektu prindërit. E këtu pas namazit, edhe pas zeqatit e pas agjerimit, ky ju ka nënshtru nonës vet. E ka respektu nonën e vet. E për ata ju kanë pranu edhe duat vëllazni. Edhe për mirësive të respektimit të prindërve, është që Allahu azza xal ta shton pasunin, ta shton bereqetin, çon qetësi familjen tonë. Wa ma jazaa'u al-ihsan illa ihsan. E mira gjithmonë kthehet me të mirë. Ato çka e bën ti të mirë prindërve tu edhe fëmijët ki më koni kënaqur me fëmijët e tu, me familjen tonë. Edhe nuk është pak çdo lutje, çdo dua e jotja me kone pranuar te Allahu azza xal. Kjo është vëllazni porosia e pejgamberit alayhis salam, që nëse dojnë ana me konë me pejgamberin alayhis salam në xhenetet e Allahut azza xal, do të më respektu edhe më nënshtru prindërve. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Vëllazni, kjo ke porosia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit neve ndaj prindërve. Porosia tjetër që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja jep prindërve ndaj fëmijëve tënë. Përmenëm hutbet e kalume që prindit do të me eduku fëmijët edhe mu përkujdes për ta. Mi po është një hadith, edhe pse hadithi është i dopt, kuptimin e ka të mirë. Kuptimin e ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na porosit me një porosi që pe marrim sikur fjalë të përgjithshme, jo fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse tham se hadithi është i dopt. Thot pejgamberi sallallahu këtë hadith, rahimallahu walidan a'ana waladu ala birri. Allah e mëshiroft prindin i cili e ndihmon fëmin e tina për mi u nështru prindin. Ja lecën rrugën për xhenet vëllazni. Allah e mëshiroft një prind i cili e ndihmon fëmin e vet për respektimin, dëgjimin e prindit. Qysh ja lecën? Nuk është i vështirë në kërkesat e tina. Nuk është zullumqar. Tash nëse e din ti se si prind do të më ngut djali, mos ja qet 100 kg në fest në shtëpi se s'u bon. Ose shpesh herë vin, wallahi si tim baba shon, pisket, se keni bu këtë, se keni bu ata. Tash kjo e bën një farfor me fëmin agresiv ose ja vështirëson atina për me të respektu. Ja vështirëson atina në dëgjimin ndaj teje apo në nështrimin ndaj teje. E shese ka punu pi saboj dhe në aksham, kur vjen në aksham i lëth i tërë djoli, që e qelim një kanal, që da i tënë ditë në radhë, që e qelim një kanal, po, përbe ma vonë, qybe ma vonë, bip, edhe, keja vështirësën fëmis me arrit xhenetin Allahut azza xal. Tash nena çka me bo? Për ata, kjo hadith e ka kuptimin e mirë, për shkak se shpesh herë, ndëgjojna fjalë që fëmia ankohen për shkak të prindit që është zullumqar, apo është i padrejt ndaj fëmijëve. Ja e pasunin këtina, ja don atina, këtina si jep kur gjë. Edhe masaj pret për fëmis që ky me koni drejt me ta. Është e vështirë. Edhe pse pejgamberi sallallahu na ka mësuar neve edhe nëse prindi është zullumqar, edhe nëse nuk është musliman, do të më respektoj. Edhe nëse nuk është musliman, edhe nëse është zullumqar, do të më respektu. Përveç se nëse të shtin në haram. Pejgamberi sa më ka thonë, la ta'atil makhluqi fi ma'siyatil khaliq. Nuk ndëgjohet krijesa në haramet e krijuesit. Nuk ndëgjohet krijesa, pa pasysh kush është ai. A është prindi, a është gruaja, a është fëmia, a është krijetari, a kush është. Nëse të shtin me bëni haram ndaj Allahut azza xal, nuk bën me bë. Nuk ka nënshtrim ndaj krijesës në ndalesat e krijuesit. Për ndryshe, prindi e merr gjynojnë për zullumin që ka e ka bo. Për papërgjësin e tina që ka e ka ndaj fëmijëve apo ndaj familjes. Apo nëse nuk është i drejt ndaj fëmijëve të vetë.
ai ka më dhënë përgjegjësi për Allahut dhe për atë gjuna. Po ti mos hin gjuna me ta. Nëse ai hin gjuna me ty, ti mos hin gjuna me ta. Mirë, prindi duhet me ndihmu fëmijëve të vet për me hin xhenet. Për me arrit kënaqësinë e Allahut azza xal, sepse pejgamberi sa më thot aridallahi fi ridal walidain. Kënaqësia e Allahut është në kënaqësinë e prindërve. Nëse prindët janë të kënaqur me ty, edhe Allahu xhel është i kënaqur me ty. Mirë po, prindët do të më lehtësu vllazni fëmijëve të vet që me kon Allahu i kënaqur me ta. E mos më bësh shkak prindi që Allahu më dënu me xhenem, pastaj bjen pishmoni ditën e gjykimit, pse unë e kam shtyp, pse unë e kam bë, ai më ka kthy fjalën ose ai më ka bë kështu tash. Për ata secili, edhe prindi edhe fëmijët do të më ndihmu njëri tjetër për me arrit kënaqësinë e Allahut xhel e për me arrit xhenetin e Allahut azza. Elusum Allahun azza të na bëj për aty në të cilët i respektojnë prind e bën shkaktar që na me hin xhenet me pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum.